Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi e diel 21 dhjetor 2025. Dashi. Mos merrni vendime dhe mos investoni shumë në forcën tuaj. Në familje, merrni parasysh një mashtrim të bezdisshëm. Kujtesa nuk ju ndihmon. Demi. Do të jeni të këndshëm, simpatik, joshse, por duhet t'i luani letrat siç duhet. Përparësitë e mundshme dhe lajmet e mira. Binjaket. Pranoni një ftesë dhe zgjeroni rrethin e miqësive. Mundohuni të gjeni më shumë qetësi të brendshme. Gaforia. Ekziston më shumë qetësi, vetëm dashuria mund të krijojë një siklet ose nuk mund të shihni se kush e doni aq sa dëshironi. Ju ndjeheni të fortë sot. Ditë interesante. Luani. Mëngjesi nuk është më i miri. Do të ishte e këshillueshme që sot të shmangni stresin dhe situatat që mund të trazojnë mendjen. Virgjëresha. Një ditë e mirë për të fituar mbështetje nëse ideja për të bërë një hit në dashuri ju tundon. Në përgjithësi, situata pozitive, ju duhet të rikuperoni energjinë fizike. Peshorja. Në këtë moment ambienti edhe në familjen tuaj nuk është ai që dëshironi dhe mund të përjetoni disa mendime të dyta. Ndoshta do të keni një mosmarrëveshje me partnerin për programin e mbrëmjes. Akrepi. Mund të pranosh gjithçka, thjesht flisni për të. Nuk ju pëlqejnë sekretet, nëse ka diçka për të sqaruar se është në familje, menaxhon mirë financat, kohët e fundit ka pasur shumë shpenzime. Shigjetari. Për ata që janë zvarritur prej disa kohësh një histori dashurie, ka ardhur koha të përcaktohen, të sqarohen. Mësoni ta lini të shkojë dhe përqendrohuni në angazhimet më të mëdha. Kushdo që mendonte se jeni një humbës, tani duhet të ndryshojë mendje. Britsjapi. Edhe nëse ata ju propozuan diçka muajin e kaluar, do të shihni se në këto ditë do të bëhet e vërtetë. Nëse keni përjetuar një ndarje të kohëve të fundit, kjo është koha e duhur për t'u rigjeneruar. Ujori. Mos i nënvlerësoni marrëdhëniet e reja, harroni të kaluarën nëse ishte e vështirë për ju. Një mik është i besuar juaj, por mund të nervozoheni për asgjë. Peshqit. Ajri i mëngjesit zgjon të gjitha cilësitë tua. Shmangni grindjet në dashuri, më në fund kërkoj falje nga një person. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.